Është zbardhur dëshmia e babait të Naim Murselit, Shaban Murseli, në lidhje me vrasjen e nusës së familjes së tij, Liridona Ademajt. Në gjykatën themelore të Prishtinës është lexuar dëshmia e tij, nëse ka pasur dyshim se çfarë ka ndodhur, as nuk e di, as nuk e kam ndonjë dyshim se çka ka mundur të ndodhë në këtë rast, ka deklaruar ai. Shaban Murseli ishte pyetur se a ka pasur djali i tij armë për çka e kishte mohuar një gjë të tillë. Liridona Ademaj u vra më datë 23 nëntor 2023 në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës. Për vrasjen e saj po gjykohen bashkëshorti i saj Naim Murseli, si dhe Granit Plava dhe Kushtim Kokalla. Ndërkohë, gjatë leximit të dëshmisë së Shaban Murselit, është sqaruar një situatë e mëhershme që lidhet me një konflikt brenda familjes, duke përmendur djalin e hallës së Naimit, Kanunin, dhe bashkëshorten e tij Biondinën. E kam thirrë gruan time dhe e kam pyetur se çfarë ka ndodhur dhe i kam tregu. Pastaj pas pak kemi bërë së bashku me gruan time Sanien, Vallan Aslanin dhe gruan Fatmiren, djalin Mërgimin, dhe jemi nisë me vetur, ku kemi udhëtuar për Kosovë rreth 40 orë dhe kemi mbërrim më datë 1 dhjetor 2023 në ora 6 të mëngjesit në shtëpinë tonë në fshat. Kemi takuar të gjithë familjen, nuk kam mundur të pyes askënd rreth rastit, meqense ishim shumë të zënë me procedurat e varrimit dhe rreth pritjes së njerëzve, citon Shaban Murseli në gjykatësia. Pastaj pas varrimit, diku rreth orës 16:30, kanë ardhur disa vetura të policisë në oborrin ton ku e kanë marrë Naimin për Prishtinë, ndërsa gjatë mbastisjes së shtëpisë nga policia, njëri nga hetuesit e Prishtinës më ka nda vetëm në një dhomë ku ma ka komunikuar rastin dhe më ka njoftuar se Naimi është i përfshirë në vrasje dhe është i arrestuar. Nga ky njoftim kemi qenë të gjithë të tronditur shumë dhe nga kjo nuk kemi ditur çfarë të bëjmë, thuaj në deklaratën e babait të Naimit më 6 dhjetor 2023. I pyetur nëse mund të tregonte pse Naimi ishte kthyer për të jetuar në Kosovë, Shaban Murseli është përgjigjur në atë kohë. Arsyeja kryesore ka qenë punë biznesi, meqense Naimi ka hapur një kompani, Kërko.com, dhe sipas tij ka qasje më të lehta për të punuar në Kosovë. Gjatë leximit të deklaratës nga gjyqtarja, Shaban Murseli kishte sqaruar një situatë të mëhershme që lidhet me një konflikt brenda familjes. Unë përveç një problemi që e ka pas Naimi me djalin e hallës së vet Kanunin, gjegjesisht me gruan e tij Biondinën, është një foto ku shihen afër, por jo intime me gruan e tij. Ata janë marrë, pra Liridona me Naimin janë marrë vesh që kjo do të mbyllet me kaq, nuk kam idem se mund ta ketë kryer aktin ai, kishte deklaruar babai i tij.